performancë tjetër e ki, ke shku te Da Vinci, Vitruvian Man, e ke bo Vitruvian Woman. Tash në qëfar forme kjo performancë një farë mënyre e sfidon atë farë konceptin tradicional të trupit edhe normat gjinore në këtë rast trupit, sepse te Da Vinci e dim atë farë perfekcionin me cilën a i e ka njohur trupin, atë perfekcionin me cilin e ka vizatuar dhe thuhet se a i është dimensioni, apo ato janë dimensionet perfektet një trupit njerëjut. Pikrisht, kjo videoperformanca Vitruvian Woman vetëm e rikontekstualizon edhe transformon figurën e burrit që është realizu si skic nga Leonardo da Vinci në këtë rast, me tregu jo balancin e angazhimit të gruas në punën e papaguar, ku tash krahet edhe këmbët, tek skica e Da Vinci, ato tregojnë në mënyrë perfekte ose kishit mujt me u qujt në formen ideale për mes sferave të arkitekturës, artit, shkencës edhe matematikës, në këtë rast këmbët edhe duart, transformohen në akrepa edhe tregojnë kohën në të cilën gruaja ka lënë duke bo punë të përkujdesis papages. Edhe, do më thonë, me vite, me muaj, me javë, me orë, me sekonda, me minuta. Kjo është paraqitja, duke e marrë parasysh që edhe ka statistika ku vlera e punës së papaguar të grave në Kosovë ka lënë mbi 1,792 milion euro. Kështu që nëse kish qenë që ajo punë e paguar... Punë që nuk paguhen, punë shtëpis, përkujdesja, familja... Kjo video-performancë është realizu në bashkëpunim me organizatën Friedrich Ebert Stiftung edhe me Institutin për Politika Sociale Musinko Kalari, kështu që duke u bazu mbi hulumtimin e të dyjave, është realizu performanca për me jap një ide se sa bartin gratë bisube në punën e paguar dhe papaguar të përkujdesit për shtëpin, përkujdesit për të moshuar, për fëmijët, po njëkohësisht edhe për gjithçka tjetër që i përket shtëpis. Ama ke shku te Da Vinci atje, a do të doje që Da Vinci ta vizaton të vërtet një femër, jo një burr aty? Jo domosdoshmërisht, kjo është adaptim... Te Mona Lisa... Hala ka dilema, a është femër, a është burr? A i ka vizatu vetën atë dashurën e ti? Thjesht, jo, po është adaptim konceptuali, cili është risje... A nuk është një sfid një farë mënyre pse aty është një burr? Jo, nuk është fësit pse ka qenë burr, po është thjesht ma shumë për me tregu këtë pjesën e përkufizimet në cilën gruaja mandena është e rrethume edhe definume për në çka me kontribu. Kështu që ajo është për me dalë për te i qasaj edhe me u përdur. Që kjo në mënyrë artistike, simbolike, kjo pjesa e lëvizjes së duarve dhe këmbëve në formë të akrepave.